sa po i tërhoqja tani lekët, naftës, po nuk me kaq lekë sa na kanë dhënë, me një fjalë, është i talli për neve. Unë kam 24 dulum tokë. Në ato 24 dulum tokë, unë kam 1 hektare kam mbjellë misër. Kam 7 dulumi kam ullinj. Edhe tjerat janë grur, edhe elip, foragere për baktit. Pra ti do doje që të kishe kompensim tek paratë e naftës 100%? Unë do doja që të kishe kompensim. Tani këta i kanë darë në 2 keste për të dhënë të lekë të naftës. Edhe në dhënë kastën e parë unë mora 8.300 lekë. 8.300 lekë. Me 8.300 lekë. 8.300 për çfarë? Për dënim si është? 8.300 lekë për të gjitha ato që kam aplikuar unë. Edhe tani këto më thanë që do marrësh kastën tjetër. Pra, ju morët kastën e parë? Kastën e parë, sapo e mora. Se ju ndihmon apo jo? Se në një farë mënyrë ju kompenson pjesën e naftës? Po dëgjoj tani se po të jeshte bujësia të toka që punojmë neve, ato 8.300 lekë që kam unë ai, ato nuk janë për një kafe, as për naftë, as për pjugor, as për farë, as për të mbjell, as për plera, se na kërkon dhe plera si vjetë, po nuk patë kupojnë e pleut, nuk do marrë do të asgjë. Edhe detyruam atje ku morën pleu, unë kam marrë 400.000 lekë ple. Vjetra, 400.000 lekë, vjetra e kam marrë ple. Si përfundima e thot 80.000 lekë, do marrë të një kas tjetër. Pas sa kam tjetërin? Nuk e di sa është tjetëri. Nuk e di sa është tjetëri tani. Edhe që kaq më veti. Faleminderit. Faleminderit juve. Në bashkëherë Suez. Bashkëherë Suez. Ja u di. Çfarë ke mbjell? Misër. E patëm. Çarçi. Grurë. Ju ndihmon kjo apo jo? Ju ndihmon në një farë mënyrë? E ndihmoj po nuk shkojnë. Sviet poshtë edhe në tërë, me shartime tërë. Gjë gjë, po flas për naftën që merrni për paratë e karburantit. Ju ndihmon? Ndihmon. Çfarë ndihmon? Ato lekë i thonë dylimit 15 pluhur, 2003 i thonë 7.000 lekë, një dylum. Po 2 hektar. Doni më shumë me fjalë. Po çfarë thotë? Duhen më shumë. Po për çfarë zaj ku thonë sa?